Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë makinë të lezetshme, më e mira e kategorisë vetë, se zakonisht Porsche më të mira t'i bo për herë. Sot kemi Porsche Panamera Turbo, kjo është gjenerata e dytë e Panamerës. Gjenerata parë kur ka pas dalë, që kritiku pak për pamjen e jashtme, nuk ishte shumë e bukur. Te kjo e dyta e kam rregullu goxha, kjo është shumë më e bukur për pamje, me këto fenerat, me 4 pika dhe atë kryesore në mes. Edhe te faceliftit parës, pa të nërboj gjotë ngjashme, po jo fiksi kjo. Disë njëshe, edhe frenat sa të mëdhoja, ka Porsche bof, ndër frenat më të mira në botë. Kanë pas opcion edhe frena qeramike, po ka qenë ja 7-8.000 pound si opcion. Mrapa e ka 315 që të gjona. Turbo është me 4 marmita. Kjo gjenerata re, kur ka dalë bazë me motorin 3.000 V6, te Panamera e thjesht, te S-ja ka dalë me 2.900, si që ka Audi RS4, RS5, V6 dhe ai. Te S-ja me 4.000, po më pak ku e fuqi, edhe te GTS-ja 4.000, po më pak ku e fuqi, 400 e cam duket ka pas. Edhe Turboja me 550 ku e fuqi, më e fuqishmja. Ka pas edhe SI Turbo S hybrid, ajo ka pas 680 ku e më duket, po ka qenë e rëndë shumë. Të versione naftës të kjo generatë s'kanë bëtë 3.000, kanë bëtë 4.000, me 422 kuaj, edhe 850 Nm. Është me kamera 360 gradë, ka kamerë të pasqyra, para mrapa anash. Tu ka PPF për ta mbrojt nga këto gurat e rrugës, bistin që hapet. Me bisht lartë ka downforce më shumë, është sa bukur duket. Edhe i pari ka pas gjenerata parë, po kjo e ka akoma më të bukur. Tani ta shohim edhe motorin. Ky është motori 4 mish, V8 Twin Turbo, Hot V, motor si Audit S8. Këtu mund t'jetë pak më mrapa se të S8, apo aty. Këtë rast ka 550 kuaj edhe 770 Nm tork. Turbo S-ja ka të njëjtin, por ka edhe bateria, ja, ka 680 kuaj total. Shumë motor i mirë, shumë lehtësisht i modifikueshëm, shumë i shpejt, dhe shohim edhe në performancë si do jetë. Total motorat mirë. Ka pas kallçe naftë 422 kuaj, 850 Nm tork. Pastaj 2.9 420 kuaj te S-ja, që është motor Audi dhe ajo. Motor Audi RS, edhe i thjeshti 320, nuk ka pas 3.000 V6. Pastaj GTS-ja ka pas këta 4.000 për 460 kuaj. Shumë afër në fakt GTS-ja me sën kanë qenë në spek, po motorat ndryshëm. Është i detuned versioni këtij. Shohim edhe bagazhin. Ka vend edhe në bagazh sa dush. Ka hapësirë si hatchback, i shtrin dhe sedilet për dush mrapa. Tani ta shohim edhe interiorin. Këtu kemi piano black Rimason, normalisht sedile memorie, boxet Bose, kanë pas edhe Burmeister 3D këto opcionale. Sedilet i ka me gjitha metodat e lëvizjeve, me lumbar support, po me gjithë këto lëvizjet edhe me këto bolsters, këto që i afroi, i largoi, myll, edhe këtë para që lëviz. Këto kanë qenë opsionalet, ka pas disa lloje. Keyless Go, po nuk e ka me buton, e ka me trotullume këtu, siç e ka Porsche dhe i ka në kratë djallë. Tash këtu mrena timoni shumë i bukur i Porsche, pedal shifterat mrapa plus minusat. Këtu e ka digital, edhe këte digital, edhe në mes analog gjirot, shumë i bukur. Ka qenë para se me kalu të komplet digitali. Crosscode me qepi, kjo ka Sport Chronon, opcionin që e matë shumë me timer, ka këtë timering këtu në mes. Këtu është me touch, edhe e kontrollo aty, këtu ka volumin. Kjo është me kamë PDK me 8 marshe. Këto buton aty i ka touch sensitive. Këtu ka traction control off, amortizatorët, sedilet me ngroje, këto që për xhamin para, xhamin mrapa, këto të kondicionerit temperaturat, volumin këtu, piano black edhe ne vazhdon, me qepi crosscode, shumë i bukur, lart është Alcantara, me baxhe. Sedilet shumë mira, suportive, të rehatshme. Në mes tu ka 2 cup holders, çelësi si forma Porsche, edhe klimën këtu, këtë ventin e kontrollo. Nuk është me dorë, se lëviz me dorë, është me elektromotora, e lëviz edhe e vevet. Shumë kabine pastër, shumë e mirë. Tu pas e ki këto përhershmet kontrollet audio, se me kontrollu edhe këto crosscode-it, informacionet, janë të dritave.
pasqyra këtu në mes edhe kjo frameless, këtu kontrollo këtë të badgjës, pjesën lartë, alkantara tavani komplet, shumë ambient i mirë është. Tash këtu mrapa, është me sedilje elektrike edhe këtu edhe me lumbar support, edhe këtu mrapa. Këtu ka dy cup holdersat, këtu ka për tap lart perden. Sediljet i ka me ngroje mrapa, kanë pas edhe me ekran këtu opsionale, për kjo se ka me klimë të veçantë, me sedilje e masazhe. Kanë pas me goxha opsione, këtu ka perden mrapa, është me perde, kurse këtu është perdja anësore. Nuk e se ka shumë ndryqim, vend për komët ka, s'është keq, edhe për kokën fakt nuk qenë ka keq, mirë është ka hapësirë, të mos kur duket që si kabinë e vogël, e kanë bo si cut out, e kanë bo më të hapë me këtë pjesën këtu, krahasu me këtë tjetrën, edhe keven, kur hap to lartë futet dritë më shumë, si kjo është erët të tapiceri, normal vetëm 2 vene, ka air venta edhe këtej, s'ka klim, po air venta këtu, air venta këtu në mes, edhe sediljet me memorie edhe mrapa. Tash do marrim një xhiro Panamerën turbo, do shohim si është, çfarë performancë ka. S'kam provu ndonjëherë si kjo gjenerata dytë. Parën e kam pas shef, por kur ka pas dalë para, fakt është kritikuar shumë. Jo vetëm nga fansat e Porsche, që normal kanë kritikuar dhe ata edhe Cayenne kur ka dalë, se Porsche vetëm për makina sportive është prajt për 911-ën, edhe gjithë të tjerat nuk duken sikur janë Porsche tamam në synin e entuziastëve. Po edhe para mu më dukte e bukur, s'më dukte që shumë tut. Sidomos nëse kishe me spek të lezetshëm se ka pas LL, ka qenë një spek si Yachting Edition, asiç ka qenë një me navy blue, shumë e bukur ka qenë. Ka pas opsione për herë. Po kanë qenë të lezetshme për mënimin tim, ka rarë çmimi fare, janë shumë lirë. Këto të rejat akoma s'kan shku lirë fare, po prap lirë në krahasu nga sa kanë nisë. Kjo turboja për shembull, kjo ka nisë nga 150.000 standard çmimin, pastaj të shtu opsione, e ke qu edhe mbi 200 po dishtoshë shumë. Ky motor është përdor në shumë modele të Volkswagen grupit, të fillu nga S8-a, të përfundu të Bentley Continental, po kombinimin me këtë kamjo është vetëm të Porsche. Se zakonisht është me ZF-n, me 8 marshe, kurse këtu e kemi me PDK-n e Porsche, që është, mund të them, më e mira në botë nga kamjot. Më e shpejta, më e forta. Që bo launch control sa të dush, edhe s'ke probleme me kamjon fare, plus që është shumë e shpejt në ndrime, është si benchmark, standardin e më të lartë të kamjove automatike e ka PDK-ja. Shinece normale, si dallon ndrimet fare, kur i bo, vetëm shef numrat që ndryshojnë, imi i gjirën në mars 6 e ka qu. Edhe me konsumin, s'besoj, që aktivizohen 4 pistona, bëhet si 4 pistonç. Edhe nuk është argjo shumë, po tejsë është qetë. Kanë pas si për turbosën, që e bon SE Hybrid, pa jo ka pas 680 kuaj, 130 më shumë se kjo, se ka pas edhe bateri, ka qenë hibride, po ka pas peshën goxha më shumë. Edhe pesha për herë është i faktor që është në të kundërtën e performancës, kështu që unë kisha preferu më mirë turbon se turbosën. Plus që i limito pak këto problemet në të ardhmen, se ato baterit do t'i vije koha. Porsche, si BMW-ja, madje Porsche është akoma më keq, me këto kuaj të fuqi, i ven numrat pak më të vegjël se që ka me vërtet. Timonin e ka shumë mirë. To kanë pas edhe version nafte, të SE-ja diesel, po s'kan pas më 3 mish, se të i kaluam kanë pas 3 mishin, kanë pas 4 mishin, si që ka SQ7-a, SQ8, dhe Bentley Bentayga. Edhe ajo si e lezetshme është, po nafta sa do nuk është aq sportive sa benzina. Më e mira për herë turboja është. Turbo SE-ja, kurse të versionet e tjera, të standardi ka qenë me 3 mishin V6, në 320 kuaj më duket ka pas. SE-ja ka pas 2.9 që në Audi që përdor të RS4, të RS5-a, 420 kuaj ka pas më duket. GTS-n e kanë bo me të njëjtin motor, po më pak fuqi, 460 kuaj. Edhe s'ka qenë keq, se këto po dush me i modifiku edhe këta e arrit fuqin
shumë kollaj këtu në lloj motora, po edhe kështu stock si që është shumë e shpejt. Ka dhe këtë butonin Sport Response që ka 20 sekonda boost më shumë, në performancë maksimale. Tash jetë shumë Sport Plus, amortizator t'i ka Sport Exhaust edhe zhurë më ndrysho. Ta shohim tamam Porsche-n si është. Badirol s'ka shumë. Një ka përgjigjen e gazit edhe më të shpejta akoma, ndrimet shumë të shpejta. Ka grip në përkthesa. Ndrimi marsh është prej qiz fare. Shumë i shpejt. Tork ka sa të dush, edhe fuqi sa të dush, të përgjigjet direkt. Në thonë, s'ke nevojë me majt vetëm xhirat larta me pas throttle response e ke. Edhe me 3000 xhira tani jep gaz. Vazhdo se ka tork. Shumë e mirë. Te kjo rrugë është më e shpejta deri tash nga të gjitha. Këtë butonin që e manë boost direkt fuqi maksimale për 10 sekonda. Ta provojmë edhe këtë Sport Response-ën. Shumë stabil, zallohet fare. Zallohet qa shpejtësia për hec fare. Ndër makinat më të shpejta që kena bo, stok sidomos se kena bo ca të modifikume, po për stok zër me mund Porsche-n. Me thonë drejtën, unë qef i kom pas to, e Porsche-at për her janë të shpejt. Për 550 kuaj që thot Porsche, kjo ishte 550 kuajt më të fuqishëm që kom provu dhe i tashi. Marshet shumë të mira, PDK-ja shumë e shpejt, edhe ZF-ja shumë e mirë, po është torque converter. Kjo është dual clutch me doppio freksion shumë e shpejt, shumë e fort. I ndro marshet direkt, edhe se dallo fare, po shumë, edhe downshift-at i bo direkt. Shumë e mirë. Shumë grip në kthesa, shumë pak body roll. Dizajnin e kanë rregullu, është më e bukur se versioni vjetër. Dhe është zgjedhje shumë atraktive tashi, që i kanë ra pak dhe çmimet. Vetëm me 2 vene mrapa, po prap makinë me 4 dyrë praktike është, edhe atë pjesën mrapa të bagazhit e shtri për dush hatchback. I ke të gjitha, alkantara lart, shumë e pastër. Nuk është si mungo gjo, i ka të gjitha gjonat që duhen, po performancën edhe në vit drejt shumë e shpejt, edhe në kthesa shumë e shpejt, edhe shumë e mirë në kthesa. Timonin e ka elektrik, nuk e ka hidraulik, po prap e ndjen e lallon ku e ke makinën, e ka rregullu Porsche, në fillim të elektrik si ka pas aty ku duhet, timonat hidraulik ka pas mirë Porsche për herë. Kjo konkurrent kryesor ka pas AMG GT-n, 4-door, se çmimin me atë hahet, që mund ta futësh edhe RS7-ën si konkurrent, po se të njëjtin motor ka, po kjo është me çmim goxha më lart. Porsche BMW-n M8 Grand Coupe, edhe me atë mund ta krahasosh, ashtu s'kena bo akoma. Po shpresoj së shpejti të bëjmë GT63-she, të bëjmë edhe
M8 Grand Coupe edhe t'i krahasojmë tamam, po shumë e shpejtë është. Për 550 kuaj që thot Porsche që ka, se tash mund të ketë më shumë ndoshta, është shumë e mirë, shumë e shpejtë. Shpresoj duke të pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëjeni edhe shihni videon e radhës. Mirupafshim.